Sa do të jetë fitimi? Sipas llogarive që kam bërë unë, me laps trash, shkon ke 100 milion euro pa paguar taksat e këto, një 70-80 milion euro i ketë fituara. Atje. Tani, ti të 80 milion euro, ishtë dhe prafi i ke fitim. Me gjithë Kosovë shkon 150 në base atje. Edhe duke taksat e përfshira. Këtë fitim që me këtë çmim që janë sot, ato të këtu ndërtosh ti, 2 ndërtesat, a është fitimi reciprok në të rast? Do bësh vetëm 2 ndërtesat diku më tutje. Por nëse ne kemi këtë mundësi që këtu të fitohen kaq milion euro, a zë ishte mirë që gjithë ky fitim të ishte në dispozicion të këtyre jetimëve? Se si që pushton një tokë dikush edhe bëhet pronar, po kështu. Pra gjithë shteti shkon ke korporata investimeve. Po mirë, a jemi dakord ne që shteti të drejtohet vetëm me natyrën korporative? Këtu është një debat shumë i madh, që do e bëja me këdo. Dhe do të thoja pasaj që nëse ne do të hymë 100% ke natyra korporative si që kemi hyrë, me kokë, s'po them edhe më keq, ne kemi vrarë faktorin humanizëm. Mbi gjitha njerëzimi ka një fill humanizmi që e lidh. Që këto momente, për këto 30 ca vite, babëzie, pasurimi parash me parat publike duke devijuar tek privati lidhur me politikën, është ndërprerë dhe ne këtë e ndjejmë. A mund të zhvillonim ne një politikë sociale se këta njerëz janë jetim, po mund të vdesi dhe vetëm ai person. E ka shteti, e ka shoqëria, barta mbahet person. Po kush i martoni, shtoni, bën këta? Këto para, mund shkoni për këta? Është realisht një temë që mua më dhëmë se e kam njohur situatën e tyre. Po cënohet pasuria publike, ndërkohë ka dhe një dramë sociale, po thoni. Po drama sociale, po si më e heq jetimi, ajo është simbolike. Pa shpirë, kush jeti më, nga ke zbrit ti, që heq të dhe vakta, kush jeti? Kush ka votuar ty për mbret, për zot, për ku ta dion po inorin e madh? Kush ka thonë ty që ti mund ta bësh ta? Ku e gjen të drejt ti? I vjen lapsit edhe bëj firma, kush je ti? Atë kemi votuar ne, na ke thonë ti që mund të ta heq jetimorin dhe ne po të votojmë po, pavarësisht që ke i tuf me qora dhe idiot atje dhe poshtë bashkë që mund të votojnë.